Dhe shenjat e kiametit, Allahu subhanahu wa taala po edhe pejgamberi alayhis salam ju ka kushtuar një rëndësi të veçantë, sepse ato janë të ndërlidhura me një shtyllë prej shtyllave të imanit, me një kusht prej kushteve të imanit, e që është besimi në ditën e kiametit. Andaj në hadithin e njohur të Xhibrilit, që transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Omeri radiallahu anhu, në fund këtij hadithi pejgamberi alayhis salam e tregon vlerën e kësaj bisede që ka ndodhur mes Xhibrilit dhe tij, dhe thot se ky njeri ishte Xhibrili etakum yuallimukum dinakum, ka ardhur që t'u mësoj fen tuaj. Pra hadithi i Xhibrilit në pika të shkurtra e përmbledh krejt fen islame. Dhe një prej pyetjeve që ja bën Xhibrili alayhis salam pejgamberit alayhis salam ka të bëj specifik, pra në veçanti me ditën e gjykimit. I bën dy pyetje që kanë të bëjnë me ditën e gjykimit. Njëra është që na mëson se në këtë drejtim ne nuk kemi dituri, dhe e dyta është që na kanalizon ka drejtimi në të cilin duhet pra të jemi të kujdesshëm. Pyetja e parë i Xhibrilit alayhis salam ishte, i tha: ja Rasulullah, kur do të ndodh kiameti? Atëherë pejgamberi alayhis salam i tha: mel mesulu anha bi'alama min as-sa'il. I tha, as i pyeturi e as pyetësi nuk e din këtë pyetje. Pra, as unë as ti nuk e dim. Dhe nuk ka, nëse Xhibrili dhe Muhamedi alayhis salam nuk e din, atëherë s'ka shansa ndonjë krijesë tjetër e Allahut subhanahu wa taala ta di. Kjo pra është sfera që muslimanët nuk futen në të. Çështja kur do të ndodh kiameti, apo çështja e caktimit të kohës kur do të ndodh. Këtë muslimanët, besimi i saktë i muslimanëve është se nuk e din askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Andaj shumë prej parashikimeve të kiametit që ka ndodhur në të kaluarën dhe do të ndodhin në të ardhmen nga grupe të devijuara, të gjitha këto janë të kota. Të gjitha këto janë të kota, sepse Allahu subhanahu wa taala qartë tregon se kur do të ndodh kiameti nuk e din askush përpos tij. Dhe nuk do të ndodh kiameti vetëm se, siç e përshkruan Allahu në Kur'an, bagte, në një kohë kur njerëzit më së paku e presin që të ndodh kiameti, atëherë do të ndodh kiameti. Pra kjo është pjesa e parë që ne nuk e dim kur do të ndodh. Atëherë Xhibrili e tha pyetjen e fundit që e kishte në këtë takim me pejgamberin alayhis salam, i tha: fa akhbirni an emaratiha. I tha, atëherë mi trego shenjat e afrimit të kiametit. Pra, pyetja për shenjat e kiametit, interesimi për shenjat e kiametit dhe spjegimi i shenjave të kiametit është prej çështjeve të fesë, sepse pejgamberi alayhis salam e ka sqaruar këtë, Xhibrili alayhis salam ka pyetur për këtë, e kjo na tregon se këto janë pjesë e rëndësishme e fesë sonë dhe e besimit tonë.